Afrimi tek Allahu Gjelleshanuhu është nëpërmjet emrave të tij subhanahu wa ta'ala. Me thonë, besimtari dëshiron të afrohet tek Allahu Gjelleshanuhu dhe e lut Allahun Gjelleshanuhu nëpërmjet emrave të tij të bukura. Për shembull thot ja Rahman, ja Ghafur, ja Shekur e kështu me radhë. Pastaj tjetra është që besimtari afrohet tek Allahu nëpërmjet veprave të tija që i ka bërë të sinqerta, siç është tregimi i atyre 3 personave që hinë taj e shpela për me ustrehu e pastaj ja unëzuni himrjen edhe daljen një guri i madh që s'mundeshin me u largu dhe secili filloi të kujton një vepër e mirë që e ka bërë për hir të Allahut dhe secili e përmendi atë veprën e tij që e ka pas bërë për hir të Allahut dhe Allahu kështu i shpëtoi. Pastaj po ashtu kemi edhe tawassul çka nëpërmjet dikujt që mendojmë se ajo është i mirë dhe i thona, mendojmë se është i afërm i Allahut, i pranohet atij duaja dhe i thona a bën ti lutë Allahun Gjelleshanuhu siç ka ndodhur kohën e Omerit, kur nuk rashi një kohë të gjatë dhe Omeri radiallahu ta'ala anhu tha, siç është në sahih, or Allah, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyika fatusqina wa nahnu natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika al-Abbas fasqina. Omeri tha, or Allah, ne kur ishte Muhamedi a.s. gjallë, ai bonte dua Muhamedi a.s. kur muslimanët kishin ndonjë vështirësi. Po pasi tha që vdiq Muhamedi a.s. dhe më thonë dini namazi istisqas, i cili është 2 rekate, edhe pastaj bon dua imami. Këto e kanë qitë në kohën e Omerit, imam migjen e Muhamedit a.s. Abbas, Abdul Muttalib. E tha Omeri, or Allah, sa ishti dërguar i Allahu gjalla, guzon të dikush me dal, jo nga frika, por kush mund ta ketë lutjen më të pranuar se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha dilte Muhamedi alayhis salam para, edhe ai e bonte duan dhe ti tash e lëshoj shiun. E ne tash e qesim në vend Muhamedit alayhis salam migjen e Muhamedit, Abbasin. E tash pse e thash këto një parathonje me pas dhe me thonë një lloj diturie lidhje me tawassul, me u afru tek Allahu subhanahu wa taala. Hadithin që do ta them vjen nga Buraidet ibn al-Husayb al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول. Tregon ki sahabiu Buraidet ibn al-Husayb al-Aslami thot Muhamedi alayhis salam hini në xhami dhe e pa një person, një sahabi duke bë dua, duke lut Allahun subhanahu wa ta'ala. Çfarë dua bënte ki sahabiu sa që i përqej edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duaja e tij. Ki buri, ki sahabiu, nuk dihet tu emri atij sahabiut, e boni këtë dua. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Shiqoni ki sahabiu i cili kish marrë dituri prej pejgamberit alayhis salam, e kish mësuar tauhidin, njësimin, njohshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, i dinte llojet e shirkut. Çka tha? Allahumma inni as'aluk bi anni ashhad. Or Allah, unë të lutem dhe të drejtohem ti me çka? Me atë që unë dëshmoj, bi anni ashhad annaka anta Allah. Gjallëzër, a ka diçka më e mirë se më ia dhon Allahut jo me ja të regu, Allahu e din, por ti me e shfaq se vetëm Allahu në beson. Ki tha, or Allah, inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah. Or Allah, unë të lutem ti, kërkoj prej teje, nëpërmjet kujt, nëpërmjet asaj që unë dëshmoj, nëpërmjet dëshmisë time, unë kërkoj prej teje se ti me të vërtet je Allah. Allahumma inni ashhaduka, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah. Që vëllezër, kjo duaja dhe secili prej nesh nëse bin në këtë gjendje, si me lut Allahun. Ki sahabiu këtë se kish ndëgju prej Muhamedit alayhis salam, tamam kështu tekstin. Apo ki kish marrë mësim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha, or Allah, unë kërkoj prej teje edhe atë që e qes mes që të më afronet tek ti është se unë dëshmoj se me të vërtet ti Allahu. Që është fa lutje e mirë, me i thonë Allahu Gjeleshanu, or Allah, unë kërkoj prej teje të ma japish këto dhe këto, të ma mundësojsh këto, të më rujsh prej kësaj, të ma shërojsh këto e gjëra tjera, po me çka jeti të bo, se unë dëshmoj se me të vërtet ti Allahu. Ki e qiti tauhidin, besimin e ti në Allahun Gjeleshanu, dhe atë që ki dëshmon, enneke ent Allah. Pastaj tha,
La ilahe illa ent. La ilahe illa ent, el ahad, el samet. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç teje, ti je ahad, ti je i vetëm, nuk tha wahid, ahad. Ahad që ka do thot një, cilit nuk i përngjan askush. Dhe pastaj e qiti edhe një emër tjetër të Allahut, el ahad, el samet. Vlezër fjala samet ka kuptim të madh. Kur thona Allahu samet, a din çka do thotë është? Ai i domosdoshmi. Ai që pa ton nuk mundet asnjë krijesë të jeton. Ai që të cilit çdo krijesë i drejtohet për çdo nevojë dhe sipas gjuhës së tij. Fjala samet është i domosdoshmi, nuk mundet të funksionon e bota apo edhe njerëzit gjallësat pa es-samet, që gjithë i drejtohen Allahu xhelleshanu për çdo nevojë. Es-samet, pastaj alladhi lam yalid, i cili nuk ka lind askënd. Allahu xhelleshanu nuk ka fëmijë, walam yulad, as jo është i lindur, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ki e boni këtë dua? Që këtë e boni? Allahumma inni as'aluk bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Muhamedi alayhis salam ndëgjoi këtë sahabiun dhe shoni çka tha. Walladhi nafsi biyadi, pasha atë të cilin shpirti jem është në dorën e tij. Laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha sa'ala bihi a'ta. Kise pa Muhamedin alayhis salam, pejgamberi e pa dhe tha, edhe kise ndëgjoj se çka tha Muhamedi alayhis salam shokëve të vet, tha vallahi ki e ka lut Allahun xhelleshanuhu, ka kërku prej Allahut nëpërmjet emrit të Allahut më të madh, që ai i cili e përmendën emrin apo kërkon prej Allahut nëpërmjet emrit të tij më madhështor, tha çka tha, idha du'iya bihi ajab, nëse me këtë lutje i drejtohet Allahut, Allah i përgjigjet lutjes së tij, dhe nëse kërkon diçka prej Allahut nëpërmjet këtij emrit apo nëpërmjet këtij teksti që e ka përdorur ky sahabiu, Allahu xhelleshanuhu ja jep atë që e kërkon. Këtë hadith e kanë nxjerrë gjithë Imam Ahmedi, Tirmidhi, Abu Dawudi, Nesai, Ibn Hibani ka thonë se hadithi është sahih. Hadithi tjetër na vjen për një sahabi, Mihjan ibn al-Adra radiyallahu ta'ala anhu, قال thot, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول. Ki sahabiu thot, Mihjan ibn al-Adra, thot Muhamedi alayhis salam hini në xhami dhe e pa një sahabi ishte në tehijat, ishte tu e përfundu namazin, gati në fund. Dhe Muhamedi alayhis salam e pa atë sahabiun dhe ai bonte dua, mendonte se është vetë në xhami, edhe te tehijati e bonte këtë duan. Thonte, Allahumma inni as'aluka ya Allah. Or Allah unë kërkoj prej teje. Or Allah prap. El-ahad es-samet prap. El-ahad es-samet. Ti je ahad i vetëm dhe ti je samet, ti je domosdoshëm, ti je për çdo krijesë dhe çdo krijesë drejtohet për çdo nevojë. Ahad as-samet. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ti je ai i cili nuk ke lind askënd, as je i lindur dhe me ti nuk është askush i barabartë. Çka tha ky sahabiu? Tha, Allahumma ighfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. E boni këtë dua dhe më në fund thor Allah falmi mëkatet e mia, se me të vërtet ti je ghafurur rahim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Allahu ja ka fal, Allahu ja ka fal, Allahu ja ka fal. Shikoni vëllezër, rruga për të arritur tek Allahu xhelleshanuhu, thot Sheikh Albani, është shumë e gatë. Rruga për të arritur tek Allahu xhelleshanu është shumë e gatë. Edhe nëse nuk mund të arrish tek Allahu xhelleshanu, ti jesh në rrugën e vërtetë. Ka dikush ka arrit tek Allahu xhelleshanu, sahabet e tjerë dhe njerëz të mirë që janë evliat Allahu xhelleshanu, kanë arrit, por edhe dikush nuk ka arrit bashkë tamam që deri në fund. Por krijesore jashtë të vinë vdekja dhe të gjone në atë rrugë. Shiqoni këto sahabet, ne sot shumë me të vërtetë gjejmë njerëzit bëjnë lutje, apo dikush na ka lodh kokën do xahila, se mos me i bo lutje të shqip e gjëtjera, bo lutje shqip. Por jo ndo lutje vëllezër çka kanë ardhur. Nuk duhet që besimtarit t'ju largohet t'ive lutjeve, se për këto ka vullos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë, kush i lutet Allahut këtë mënyrë, Allahu xhelleshanu ja pranon. A bon me bo lutje shqip, bon dhe vlla bon, ama që thon mësoj këto përmendsh,
interesohu për shembull për këtë lutje me e bë dhe nxjerrë para teje kur e kënon tehiatin leje edhe bane këtë dua Allahumme inni ashhaduka ya Allah annaka anta Allah la ilaha illa Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad Allahumma ighfir li innaka anta al-ghafurur rahim. Pastaj lutë Allahun xhalla shanuhu. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot sikur ato ti ndjekshin porosiat e Allahut, do të ishte më mirë për ato. Domethënë kjo është kuptimi i ajetit, sikur besimtarët me ndjek porositë e Allahut dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë më e hajrit është se diçka tjetër me shtuti me fjalët e tua e gjëra tjera, mundesh ti ton ditën me ulov me bë dua e nuk mundesh ndoshta me ja qellu asaj siç ja kanë qellu shokët e Muhamedit alayhis salam. Vin pyetja tash, do thotë dikush për gjithë rregull, po kjo qon ka dua e sahabiut, nuk qen ka e Muhamedit alayhis salam. Të në fjalët e sahabiut. Si ka bo Muhamedi a.s. I themi, shiqo, Muhamedi a.s. këto fjalë i ndëgjoj, mos i miraton të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto fjalë, nuk do të kishin fare vlerë. Por Muhamedi a.s. i miratoj, tha tamam, pasha ata të cilin shpirti jem është në dorën e tij, Allahu ja ka falë këtij, Allahu ja ka falë këtij, Allahu ja ka falë këtij. Prandaj vëllezër ka do duaja specifike në Islam që besimtari duhet të mëson ato dhe duhet nëpërmjet tyre ta lut Allahun xhelle shanuhu dhe të kërkon afrim tek Allahu subhanahu wa taala me emrat e tij të bukura, me punët e tij të cilat i ka bërë të sinqerta, por edhe nëse i thot dikujt prej vëllezërve që mendon që është i sinqert, i devotshëm, lutë Allahun për mu bë dua, nuk ka dhe ati asgjë të keqe. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.